Dear participants, please join us for the press conference between Prime Minister of Albania, Edi Rama, and Commissioner for Enlargement, Marta Kos. Përshëndetje, ishte një tjetër ditë europiane në plot kuptimin e fjalës për Shqipërinë dhe Tiranën, ku u mblodhëm për summitin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, një tryezë që është ndërtuar për të bërë një bilanc të periudhës midis summiteve, për të vlerësuar rezultatet e nismave të përbashkëta, për të nënvizuar angazhimet e reja, për të ndjekur në mënyrë të detajuar kalendarin e detyrave që ka çdo njëri nga shtetet e Ballkanit Perëndimor në raport me planin e ri të rritjes, dhe për të diskutuar në fund në mënyrë të lirshme lidhur me gjithçka që secili ndjen të nevojshme të ndaj me tryezën. Sot mund të them që kemi mbyllur një takim edhe një herë tjetër të frytshëm, me hapa konkret të mëtejshëm që e afrojnë më tej rajonin me Bashkimin Evropian, duke konfirmuar përsëri se plani i rritjes është një urë e shpejt dhe e sigurt drejt tregut përbashkët evropian. Shkurtimisht po sjell këtu në vëmendje të publikut disa nga angazhimet, roamingu që me marrëveshjen e re do të përfshihet edhe për qytetarët tanë në regjimin e Bashkimit Evropian, një hap shumë i rëndësishëm dhe domethënës pas atij me pagesat, të cilat tani më bëhen pa asnjë ngarkesë ekstra, duke kursyer dhjetra miliona euro nga xhepat e qytetarëve të secilit prej vendeve të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Ndërlidhja me korridoret europiane vazhdon të mbetet prioritet dhe vazhdon të financohet nga instrumentat e Bashkimit Evropian. Tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital, të cilin ne kemi gratis që kemi prezantuar dhe do ta fusim në jetën reale në fillim të vitit të ardhshëm, duke praktikisht i paraprirë atij që do të jetë pastaj gjithë sistemi i identifikimit digjital të Bashkimit Evropian, që do të thotë s'do të ketë më nevojë për karta identiteti, për pasaporta e kështu me radhë, sepse identifikimi do të bëhet thjesht përmes celularit. Dhe po ashtu, identiteti digital do të vlejë dhe për shumë aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me transakcione financiare, që kanë të bëjnë me blerjet e drejt për drejta përmes telefonit, dhe patjetër folëm edhe për afrimin në zinxhirin e vlerës Bashkimit Evropian
në aspektin industrial dhe për turizmin si një komponente që duhet fuqizuar në sensin e bashkëpunimit mes vendeve, në ndërkohë që mendoj se kemi hapur një shtek tjetër për të bashkëpunuar me Komisionin në funksion të fuqizimit të arsimit lartë përmes ndërkombëtarizimit, gjë që ne kemi filluar në Shqipëri, por me ndihmën edhe mbështetjen e Komisionit besoj që mund ta çojmë në një nivel tjetër dhe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Në mbyllje dua të falenderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë për praninë, për kontributin e tyre, dua të falenderoj në mënyrë të posaçme Komisionin Europian për faqësinë, misionin në ambasadën, nuk e kam kuptuar akoma si quhet delegacionin e Komisionit Europian në Tiranë për punën e bërë në bashkëpunim me ne, të gjithë institucionet e tjera të pranishme dhe në fund, por jo për garancia, komisioneren e cila është përsëri këtu në Shqipëri dhe me cilën takohemi shumë shpejt pas momentit historik të pak ditëve më parë të çeljes të gjithë kapitujve të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit edhe një herë dhe e dashur Marta, fjala është për ju. Përshëndetje dhe të shoh gazetare të shoh miq. We are at the half-time point of the growth plan, and thank you, dear Mr. Prime Minister, enabling us discussing this very important tool which helps Western Balkan countries on the way into the European Union. I always love come back to Tirana, sometimes for the bilateral meetings, sometimes now as a group of the Western Balkans. It's good to see your support, not just on the European way of your country into the EU, but I can feel also your commitment to